madhe ndikon më shumë tek ana negative, sepse nuk po flasim vetëm për Shqipërinë, por ndodh dhe në Shqipëri, ndodh dhe në gjithë botën, që kjo mund të jetë një alarm për gjithë familjet që të kujdesen më shumë për fëmijët e tyre. Suela, ti e kishe merakun tek prindrit. Edhe unë mendoj, besoj, do të thonë, gjithë kemi pasur familjet tona, edhe familjet kemi pasur fërshisit tona kur unë jam rritur, por them kam qenë me fat që kam pasur dy prindër të fortë të drejtim, që pavarësisht gjithçka më kanë thënë mos shiftu shiko gjithmonë për te asaj. Dhe unë mendoj realisht që roli i prindërve ne themi është rol hyjnor, po është rol moral, është ekonomik, është biologjik, është fiziologjik, pra i ka të gjitha, i përmbush të gjitha dhe sa do sfiduese shoqëria sot dhe sa do ndikojnë faktorë të jashtëm për edukimin e fëmijëve tanë, prindi nuk mund të heqë dorë. Pra sigurisht ne kemi një grup mosh vitesh, deri moshën 10 vjeç maksimum që ndikojmë shumë tek fëmijët tanë, pastaj mbi këtë moshë fillon ndikon shumë shoqëria tek fëmijët tanë. Është shumë po të them unë, Suela, që prindrit nuk duhet heqin dorë. Jo, prindrit në këtë që ka ndodhur, në këtë unë mendoj faktoren. Kanë dhe ata përgjegjësinë e tyre? Është shumë po ta them këtë? Jo, nuk është shumë. Nuk është shumë, sigurisht flasim për kohë tjetër, ku ndërgjegjësimi i prindërve ishte më i vogël, sot ne kemi prindër me ndërgjegjësim shumë më të lartë dhe shoqëria informohet shumë më shumë. Për pedofilinë është folur shumë më pak ka 20 vitesh. Kemi garancike kjo që po thua. Perëndimi po insiston që të kufizoj komunikimin e rrjeteve sociale në një moshë të caktuar. Pra, po të ishte se e zauronte familja këtë rrezik, nuk kishim se të merte shoqëria e masë. Përgjegjësi ka dhe prindër. Jo, një sekond, se fëmijët vinë në jetë me prindër. Pastaj i përkasin institucioneve. Institucioni i parë është qertja, vazhdon me kopshtin, me shkollën, edhe kështu me radhë. Po institucioni i parë është institucioni i familjes. Prindit nuk janë thjesht fabrik, që ti e merr dhe prodhon dhe nuk ja heq unë asnjëherë përgjegjësinë e prindit dhe asnjëherë nuk do doja që prindit të dorëzoheshin. Sot ka mekanizma që prindit të kërkojnë ndihmë. Ky është ndryshimi në krahasim me para 20 vitesh. Pra sot ka dhe mekanizma për të kërkuar ndihmë dhe sot kemi një shoqëri pretendojmë ne më të ndërgjegjësuar në raport me këto fenomene dhe një shtet më të angazhuar për sa i përket të drejtave të fëmijëve, për viktimat ndaj dhunës seksuale, për predatorët seksual, pra ka ndryshuar shoqëria dhe unë këtu gjithmonë me gjithë sfidat që prindit kanë, unë jam vetë prind. Me gjithë sfidat që ne kemi sigurisht është e vetmja detyrë tek e cila ti nuk mund të bësh pushim. Që shiko, do bëj pushim sot dhe do filloj nesër një të prinderoj. Po, prindi nuk ka çtu në del pushim. Gjithë kohës dhe unë mendoj që s'mbaron gjithë jetën. Gjithë sfidat e vetë. Arseta, ara, po futem te fusha që keti më shek. Ara, se për shembull më kujtohet Lajçaku. Ana me thjeshtuar më shumë. Angazhimi i tij edhe në krizat e Shqipërisë, më e mend ai pompoziteti kur ai vinte si përfaqësues i SBE-s, fakti që u fut negocionte midis serbëve, midis Beogradit dhe Prishtinës, pra te ne politikanët e kanë luajtur një rol. Në fakt, ma sugjeron një shoku im që është shikues shumë i stret si emisionit tim, dhe ma sugjeron të thotë, po tani thotë ky miti i politikanëve tuaj të ra pak poshtë. Ka kohë që ka rënë. Ka kohë që ka rënë. Praktikisht në Shqipëri është glorifikuar roli po themi pushtetarëve të huaj, ekspertëve të huaj, atyre që vinë na japin mendje. Presupozohet që ata i njohin shumë më mirë se sa ne gjërat, kanë jetuar, duket sikur gati kanë jetuar përpara nesh, dhe ne po jetojmë tani. Dhe vinë nga kjo koha e shkuar ose nga ajo futurizmi dhe vinë na mësojnë ne se si bëhen gjërat. Dhe mbaj mend kanë qenë disa bashkëpunëtorët e mia drejtoresha në atë kohë dhe i shikoja edhe gati si mentore dhe më kanë dhënë një frym shumë të mirë dhe ne mësojmë dhe nga kjo, domethënë e kupton kjo edhe kjo na bën ne. Nuk është vetëm roli prindëror, patjetër që familja ka rolin konstruktiv më të rëndësishëm, po janë edhe këto modele që ne ndjekim në rrjet dhe çfarë zgjedhim ne si modele dhe këto drejtoresha të thonë që ziheshin me këto ekspertët e huaj edhe mua më bëja habise, unë i shikoja me këtë idhujtarim, pra me konceptin e futurizmit. E thoshte Arseta, mos i shiko këta sikur din t'i bën gjërat. Këta i din teori, nuk e njohin Shqipërinë në praktik. Nuk e din çfarë është në terren, në prakticitet, në implementim, nuk e njohin Shqipërinë. Më mirë ne dim t'i bën gjërat. Dhe miti ka rënë edhe për një fakt tjetër, që ne i kemi idealizuar shumë dhe njerëzit që studiojnë jashtë. Pra vinë dhe do ta vëm këtë në këtë pozicion se ka studiuar jashtë. Më mirë se edhe unë edhe unë jam specializuar jashtë, por nuk do të thotë detyrimisht që unë jam apo ne jemi me 10 këtu, excelente, ai jashtë mund të jetë me 5,
fakulteti i Tiranës është, Universiteti i Tiranës është shumë i fortë. Dalin individ që e njohin Shqipërinë shumë më mirë tjerë. Ky është çmitizimi. Dhe çmitizimi ka filluar që nga mënyra si ne i shohim ekspertët e huaj, që ne arrim t'i kundërshtojmë, si nga mënyra që ne i shikojmë pushtetarët e huaj, idhujtaria, dhe mendoj që sot edhe në kuadër politikës jashtme dhe të mënyrës si funksionon politika në Shqipëri është çmitizuar. Tani mendoj që ky rast do t'jap impaktin e vet dhe tek publiku, sepse është akoma publiku shqiptar që SBA-n, po themi pushtetarët të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe të BE-s, i shikojnë si ata zgjidhësit e gjithë problematikën. Mos e harrojmë ç'na ka bërë, mos e harrojmë historinë. Se të merremi me një element caktuar dhe të injorojmë 95% të gjë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe kjo e universiteteve, tash kur shkon në La Sapienza, mund të jetë universiteti jonë me La Sapiencën. Dalim, them vetëm një gjë. Dalim te një pikpyetje shumë e madhe. Jo, ju referova çfarë tha. Arseida, unë e thash në termat pushtetarët në SBA, pushtetarët në BE, dhe dalim te pikpyetja më e madhe. Përgjegjësia këtu është kombëtare apo është individuale? Me gjatë që ta mbyll me ty, po prandaj po them është individit, është atit që kanë mbajtur përgjegjësinë. Për shembull, do dali Bill Clintoni dhe te kjo seanca dëgjimore dhe për seanca dëgjimore kush e di ç'do na dëgjojnë veshët. Për shembull, është një lloj si atëherë si sot kur ti të kalosh në Prishtinë poshtë statues Bill Clintoni? Po, unë besoj që... Sepse e di sa më pëlqen te globalizmi, një gjë më pëlqen te globalizmi, që ndoshta ne nuk kemi do të pushtet sa kanë këta, po të paktën jemi të barabartë mëkatet tona. Jo, unë nuk jam dakord se ne themi miku dhe Zoti. Mua kjo më duket irracionale, sepse miku është një qenie si ne, e pa perfekte, me probleme si ne e konsiderojmë me Zotin. Kjo është e gabuar. Po Bill Clintonit, pavarësisht së tërës, për vendimet që ka marrë historike në raport me Kosovën. Unë fola për statujën. Po pra statuja. Nuk ja hequn fare ato. Ajo nuk ishte dedikuar këtij elementi të jetës së Bill Clinton. Për rënien e miteve. Pra statuja është miti. Statuja nuk është vlerësim, statuja është mit. Megjithatë jemi në një moment entuziast të racionalitetit. Nga pushtetari, nga profesionisti. E ndajmë dot. Do ta ndaj roli i tij për atë çfarë ka bërë ai politikisht në vetë. Roli i tij për atë çfarë ka bërë ai politikisht në Kosovë, në Shqipëri, në gjithë botën mbetet. Pastaj ajo është një me mëkat, edhe Michael Jacksonin e nxorën pedofil dhe gjithë bota vazhdon ta adhurojë dhe tash dhe madje ta shfaqsojë. Te këto dosje praktikisht kjo po provohet për fat keq. Kjo sigurisht nuk e faktin që ai është ndoshta muzikanti më i madh i gjatë kohërave, kjo padyshim. Do se zhbëjmë dot, por pastaj. Po nuk e zhbëjmë dot faktin që e dëmton është pjesë e përgjegjësisë së tyre. Pjesën patjetër afekton. Mirë, duhet ta mbyll. Falenderoj Suela Koçibedin, falenderoj Arsela Gjylin, falenderoj Marcela Lektin, faleminderit Marcela. Nora, gjithmonë të si duhet kemë program. Real Story kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën mirë.